Në takim me kryetaren e komunës dhe zyrtar të zyrës së komuniteteve në Gjakovë, zëvendës Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Gecaj u njoh nga afër me situatën e komuniteteve dhe në përgjithësi të banorëve që nuk janë të regjistruar në gjendjen civile. Kemi bisedu për përpjekjet tona që të vazhdojmë me financim të personave të ria vdesuar, ashtu siç është vlerësuar edhe nga projekti i Komisionit Evropian, që kemi qenë një ndër komunat më të suksesshme për vitin 2014. Për ne është rëndësishme jo vetëm investimi në infrastrukturë, por gjithashtu edhe qëndrueshmëria ekonomike dhe procesi i mirëfillt i reintegrimit. Ky proces, në cilin edhe është zëvendës ministri në vizitë nëpër komuna të ndryshme, është një proces i cili kërkohet si obligim edhe nga liberalizimi i vizave, do të thotë nga kushtet teknike për liberalizim të vizave, regjistrimi i mirëfillt, dhe ne kemi tregu edhe për kushtimin ton, por gjithashtu edhe një intensifikim të përpjekjeve me komunitetin, përfshi këtu një ndëgjim publik në informatat mirëfillta për regjistrim në Kuvendin Komunal në Gjakovë, vizita në terren, jo vetëm në lagjet në qytet ku ka më tepër përfaqësues të komuniteteve, por edhe në fshatra. Zëvendës Ministri Gecaj tha se komuna e Gjakovës qëndron më mirë në krahasim me komunat e tjera, por që edhe këtu akoma duhet punë. Unë i bëj thirrje këtu posaçërisht komunitetit për komiteteve përkatëse, që ata të na ndihmojnë që të gjejnë gjitha këto familje që nuk janë të regjistruar, edhe në mënyrë që kjo fushatë, e cila vërtet nuk është e re, është një fushatë që ministria organizon tani 7 vite, që të jetë suksesshme, edhe gjithashtu bëj thirrje komunës që ne e pam që komuna ka bërë një punë të mirë, posaçërisht tash me këtë vendimin që do të vendosin një zyrtar në spitalin e Gjakovës, sepse si duket probleme nuk ka vetëm të komunitetet përkatëse, por ka disa raste edhe të komuniteti Shumicë. Dhe ne gjithashtu me kryetarin biseduam gjatë për gjitha këto projekte të cilat zhvillohen në kuadër të komunës Gjakovës, edhe mund t'ju them lirisht që për ka performanca Gjakova prin në performancë në krahasim me komuna tjera. Për të parë se si është situata banorëve kryesisht të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në Gjakovë, zëvendës ministri dhe kryetari u takuan me disa nga ata që nuk janë të regjistruar dhe nuk gëzojnë asnjë të drejtë ligjore. Akoma nuk dihet numri saktë i atyre që nuk janë të regjistruar. Kryesisht është neglizhenca, gjendja tyre ekonomike, mos informimi i duhur, mos trajtimi ndoshta edhe në raste të caktuara edhe për zyrtarëve komunal me prioritet, apo edhe në raste të largimit, kështu që është një fushatë e cila kërkon ndërhyrje të shpejtë prej organeve komunale, prej ministrisë së caktuar, ku janë kushte ku në raportet e progresit zakonisht janë dhënë vërejtje për shkak të mos regjistrimit të këtyre familjeve. Për ndryshe, qëllimi i këtij aktiviteti ishte lansimi i projektit për regjistrimin falas të popullatës së komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas në këtë komunë.